Imam Husseinin na e kanë vrarë, kokën nga trupi ia kanë ndarë. Gjaku si ujë rjedhë pa ja ndalë, në Kerbela, në Kerbela. Gjaku si ujë rjedhë pa ja ndalë, në Kerbela, në Kerbela. Imam Husseini e tur lufton, një gëllën kuj ai kërkon. Zemra është djegur që lëngon, në Kerbela, në Kerbela. Zemra është djegur që lëngon, në Kerbela, në Kerbela. Imam Husseini shahid kara, trëndafili Mustafas, u gjakostoka e Kerbelas, në Kerbela, në Kerbela. Kerbelaja sot po loton, në rregur kokën kërkon. Syri Fatimes gjak po pikon, në Kerbela, në Kerbela. Syri Fatimes gjak po pikon, në Kerbela, në Kerbela. Imam Aliu birin shikon, tronditi arshin në gjithë dynjan. Pejgamberi dënese vajton, në Kerbela, në Kerbela. Pejgamberi dënese vajton, në Kerbela, në Kerbela. Esselamu aleyke ya Resulallah, esselamu aleyke ya Fatimetu Zehra, esselamu aleyke ya İmam Ali, esselamu aleyke ya İmamul Hasan Muçteba, esselamu aleyke ya Hüseyin ya Şehide Kerbela. Selamet çavşin, kalbi ehli beyti. Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Përshëndetje. Përshëndetje auditori, si na jeni? Si e kemi Shqipërinë tonë? Mirë kretë. Ju lumt për protestat. Për Deshe protestat bëj për pyetje. vetë diesimin, ju lumt vllai nderuar. A pan të bëj pyetje? Po patjetër. Unë jam katolik, po jam i dashur me një vajzë muslimane. Dhe familja e saj s'janë dakord për me martu me mua. Ajo më don. Edhe kështu si bëhet për me marrë pa dëshirën e familjes, ç'a bëhet? Njëherë, çka të ka pëlqyte ajo? Gjithçka sjellja, gjithçka ka ajo.
Sinqeriteti si dhe Ajo gjithë. është muslimane e besimit, apo? Musliman. Po. A falet namaz? Falet. Falet namaz. A i ka Mos mbulesën? më intereson se do se unë si në Jo, një unë feje, s'më intereson. veç po të pyet. Veç po të pyet, mos ma tregoj emrin. A e qet mbulesën, a agjeron? Jo, bulesën se qetë. A peshe? Do më thënë, ti nuk e pa tek ajo ndonjë muslimane të devotshme se për ndryshe nuk i eshe afru. Nëse unë Si ishe afru? kisha qenë, po nuk jo i kisha afru, sepse edhe kisha jote, kur shkon me bo atë kurorzimin, ata njëherë e pagëzojnë e pastaj e kurorzojnë. Kjo është ligji i kishës. Njëherë duhet mu pagëzu, mandej mu kurorzu, sepse në Bibël shkruan e paligjësia, do më thënë e paligjshme është një vajzë muslimane për një krishter, nuk bëhet e ligjshme. Prandaj, për me bo të ligjshme, ti duhet njëherë me pagëzu e mandej me martu. Kështu që unë të kisha thënë, dashuria është aty këtu relative, vjen e shkon. Për mendimin tim, ajo vajzja pak me qenë besimtare muslimane, duhet ta di që duhet largohet nga ti se për ndryshe e ka përbuz fjalën e Zotit, fjalën e Allahut. Dhe çdo kush që e përbuz fjalën e Allahut, ai gjithsesi ka me pas në dëshkimin, edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Unë s'kam asnjë gjë me musliman, unë kam shumë shokë, shoqënie, shumë njerëz kam musliman. Asnjë lloj gjë kam shumë respekt për fenë Ajo është muslimane. njerëzillëku, ajo është njerëzillëku. Ndërkaq bindja jote, po, Lutem, një sekond. As të vjen turp me bogit përshërje mes shqiptarëve? As të vjen turp me vetën tonë? Ç'a je ti më? Je njerëja, ç'a je ti më? S'vje marrë? S'vje turp? tash nuk është pyetje. Tash është pyetje. Po ne njerëz musliman si katolik ne jena një më. Ma turp i bos, më me bogit përshërje, jo shami, jo ne, jo ne. Tash kjo nuk është pyetje. Tash kjo Ah. nuk është pyetje. Unë e kam obligim me tregu fjalën e Zotit. Ajo më dënë mu. Edhe unë s'du të hum atë. Okej, mos e humb. Le ta pret përbuzjen e versetit e fjalës Zotit dhe le ta pret ndëshkimin. Në këtë botë dhe në botën tjetër. Mos rritë bëhet përshërje ti edhe atë hoqët tuaj. O zotëri, Kush pagu ty mi bëhë këtë? Nuk është përçarje nëse tregohet një vërtet e argumentuar islame. Unë po të flas nga këndvështrimi islam. A dëshiron edhe nga këndvështrimi krishter që ti, motra jote, nuk ka të drejtë të martohet me një musliman. Me një musliman. O ti, zojnë, motra jeme nuk ka asnjë lloj të keqe me martu me musliman. Ni. Okej, më të Asnjë lloj të martohet. keqes. Le të martohet. A din çka i bën kisha? Po mu, si musliman, si katolik janë një. Jo, motrës tënde, përgjigju. A e din çka i bën kisha nëse motra jote martohet me një musliman? Çka i bën kisha? Sheba kisha. Kisha veshërua një mënë, e po vëzë ti marë. Që unë tregoj prej librave të uj, dëgjo. Po hecë moj t'i zoj, se s'lesh libra, thot. Libra, vas vjetë tërë. Numër një. Nëzirë për i live ti. S'ke rrugë tjetër. Zeri se s'pas ke edukat. Unë po ta tregoj ty një përgjigje që ti po i kërkon. Një krishter nuk mundet me ju afru një vajze muslimane që i falë 5 vakte namaz, e ka shamin, e ka agjërimin, ndoshta ka një jetin me shku edhe numre. Një krishter, një muslimane të vetëdijshme, nuk i afrohet. E tash po ta ja përgjigjen pasi nuk ishe edukat për me prit. Nëse një krishtere, motra jote e krishter, don me u martu me një musliman, po ta thom këto prej literaturës krishtere. Bibla thot, e paligjshmja me marrë motra jote, një musliman, krishter, një musliman, tjetërës feja, ajo është e krishtere,
ai burri saj i arshëm është i paligjshëm. Kur është i paligjshëm, edhe kurora nuk pranohet. Prandaj kur shkon kish, nëse një muslimane martohet me një të krishter, prifti ja tregon rregullat. Ti zonjë e paligjshme për komunitetin e krishter. Këto pja thonë prej librave të krishtera. Dhe ty duhet një herë me të pagzu, e pastaj me u martu me ty. Ky djali jon i krishter. E nëse një vajzë krishter, shikoni çfarë pra drejtësie i bëhet, martohet për një musliman, atëherë, kisha e largon nga antarësia e kishës. Nuk është më ajo e komunitetit krishter. E dyta, e largon nga trashëgimia. Baba, nona nuk i japin trashëgimi, hise. Dhe e treta, kur varroset, duhet me fut nuk e pranojnë me fut në varrezat e krishtera. Ku don shko varrose. Na kemi pas të krishtere që është martu në Prizren me një musliman, dhe familja tyre, kur ka vdek, nuk ka leju me jo varros trupi saj në varrezat e krishtera. Ndërkaq, kjo ishte sa i përket krishterve, ndërkaq, nëse një vajzë muslimane martohet për një të krishter, çka bën sheriati? Numër 1, ajo e ka thy, e ka përbuz, e ka poshtru një ligj të Zotit me një të krishter që martohet. Sidomos edhe që thamë pra, edhe këtu e thënë ligjin e kishës, edhe ajo ligji i Zotit është për krishter. Mirë po, e dyta, baba i vetë, nëse nuk e ka ndru fen, do me thonë ajo është martu për krishter, por enda është muslimane, atëherë baba i saj nuk ka të drejtë mos m'ia dhon trashëgimin, pra duhet me ja dhon, te kisha jo, nuk ja japin më. Dhe e treta, ajo mundet me shku në xhami kur të do, nani pse u ka martu për një të krishter. Pra nuk e hekim prej antarësinës, prej këshillit të xhamis, apo xhamatit, apo bashkësisë, apo komunitetit musliman. Nuk e largojmë atë vajzë muslimane që është martu për një të krishter. Dhe e katërta, pra, është që prindrit e saj, familjarët e saj, duhet mu sjell në mënyrë shumë humane me atë të krishterin, pa marrë parasysh që vajza e tyre ka bërë mëkatin e madh. Mëkatin që ka përbuz fjalën e Zotit. E tash, këto janë të vërtetat që ndoshta dikujve janë të hidhura. Por, nëse një djali krishter nuk ka lidhje me fenë e vetë krishtere, apo një vajzë muslimane nuk ka lidhje me fenë e vetë islame, as nuk agjeron, as nuk fal namaz, as nuk ka mbules, as nuk bën punë të mira, as nuk shkon s'paku një herë njavë në xhami, apo një djali krishter, as një herë njavë bares shkon në kish, nuk i kryen ato obligimet fetare, edhe të krishteret ka agjerimi bile ma i vështirë, atëherë, për ata është gjë normale, merruni, martohuni. Mirë po, feja nuk mbahet me pashke me bajram. Feja islame ka, edhe feja krishtere ka shumë mësime të bukura për njerëzimin, për mos me bëjmë andi probleme plasaritje me fëmijët që i bëjnë nga martesat e përzira. Respekt për edhe dhëndri jem me qenë i krishter, respektun e ka qëtu, mbi kokë.
Edhe nusja jeme me qene krishtere, respektin e kam mbi kokë. Për shkak se kemi fen e profetëve që Jezusit e njohin si profet, ama jo si djalë i Zotit. Kështu që besoj se ju e keni mbetur të kënaqur. E ju që se s'jeni besimtar, s'jeni katolik që s'ka lidhje me fen e vet, asnjëherë se ka lexuar Biblën, s'jeni muslimane që s'ka lidhje një shahadet se din, për ata krejt është e lijume, veç vazhdoni derisa t'ju kap në dëshkimi i Allahut. Si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Por, ma mirë mos më kap në dëshkimi, po, me marrë me u pendu, veç ke bo martes, mos keq ka me bo. Ke bo martes, ke martu, ke gabu, e ke përbuza jetin kuranor. Spaku, shiko të dytë, merrni, studioni dhe zgjidhni një fe e cila ju pëlqen. Shkoni, zgjidhni, studioni, a jo vetëm, hajtë se flasim për fen, që ti e përqarse. Jo mërë zotri, qëfar përqarse, ti vetë, Jezusi është biri Zotit. Super, hajde për ty let jetë biri Zotit. A ka në i grua, qka ka i Zotit? Epoka e gurit, epoka bronz, epoka hekur, 12.000 e 1.200 vite para Krishtit. Jo more kjo edhe në kone Krishtit, plus 600 qoja, lëshoja, jepja, shtoja, 2000 vite, Krishti ka thënë e paliqshmja, muslimania është e paliqshme, nuk bëhet e liqshme për një të krishter, vetësit. Muslimania e ka vendin të musliman, krishterja të krishter. Nëse donë një muslimane me u martu, me u kurorzu, në kish, ajo duhet pa tjetër mu pagzu, mu bëj krishtere me dhuna me dëshirë, e mandej me u bë pra martesa kurorzimi. Dërga shte musliman të jo, ma ndryshe kanë. Pa tjetër, Biblën 13 faqe, Kuranin para thënë. London, ani be London që ato fjallë shkothuj ati nonës tënde, masi s'pas ka eduku. Se unë jam nana e tjetër kujt. Jam edhe gjyshja besa. Jam edhe gruja e dikujt. Fuad Mustafi, oj zoj dashuria s'ka kuvi. Po, shumë është e mirë dashuria. Me njerion e duhur. Me njerion me të cilin nuk e idhnon Zotin. E jo me bo adhurues të djalit Zotit e palavra. Ata e kanë besimin e gabuar. That's it. S'mundë mune mja ba të bardhën të zezën të bardhë. Respekte për fejnë e gjdo kujt. Po more zotëri, qka hynë në fushën e ujë? Plot ki vajzat krishtera, shko merë martojo me to. Plot ki musliman, shko merë martojo me muslimanën. Ama dashuria du të me shku jo vetëm me zemër e poshtë belit. Du të me shku edhe pak me mendje, pak me vetëdisim. Mos po edhe nëjë dikon dune që jo po prindrit s'po e lojnë, për normal që prindrit se e lojnë, se ata janë bitë gjitha shqiptar, edhe duhet mi respektu regullat e fez vet, regullat e kanunit vet, madje si mas kanunit, muslimanet, kur janë martu, baba vet për një të krishter, baba vet ka thënë, nuk kam vajzune. Edhe thot, në shpi teme nuk kam u përmend emri i vajzës tem. Okej? Nona ka vdek të kajt, as në gjenaze i ka thënë baba vet s'ki nevoj ti me marë. Kjo është në librin e kanunit. Pse zbon? Alina, pse zbon? Sepse te krishterët i besojnë Zotit, por e kanë besimin e gabuar. Besimi i tyre është i gabuar vetëm në një çështje, që Zotit i kanë bë djalë, biri i Zotit. Tjerat nuk ka ndaj problem. Okej, hajde alkolin edhe musliman e pinë lahën me to. Por kështu pra, nori mirë se na erdhe, s'di se s'po të njët zonit e unë. Tash unë, mirë se erdhe një. A bën me diskutu? Po, unoni. E kemi edhe
Media Independent në faqen tjetër. Nori, media përshëndetje, mirë se na erdhet, jam në TikTokun tjetër me Norin jam duke fol. Patjetër po dëgjojmë. Dëgjoni, jemi këtu 181 veta, te TikToku i vjetër, ju lutem, kaloni edhe TikToku i ri dhe ma bëni follow, kam nevojë për follow-at e juj. Unoni Nori. Tani, për sa i përket islamizmit, troj shqiptare, unë do të bëj disa pyetje, ti do më përgjigjesh aq sa din, qofse s'di, thoj s'di. Po normal, na jemi të gjithdijshëm. Pyetja e parë, për ju që përfaqësoni ideologjinë islame është: a ka ekzistuar islamizmi në troj shqiptare përpara pushtimit otoman turk? Islamizmi njërë nuk duhet me thonë, duhet me thonë islam. Okej, si pas ju shpeja islame, vazhdojmë. Islami, sepse islamizmi, krishterizmi, po ta shprit ka pak, se unë e së mundi që ashtu si jam robot. Krishterizmi, islamizmi, ne quajmë krishterizmi, islamizmi. Po ju quajeni krishterizmi, sepse izmi, komunizmi, leninizmi, izmi, ato, veç pak lutëm, ato vdesin, enverizmi vdesin bashk me themelusit e tyre. Ndërka që muhamedizmi nuk ekziston. Ju lutëm, unë nuk mundi kështu 2 veta me fol, pak sabër. A ka ekzistu islami? Njëherë duhet me dit, islami do të thot paqe. Dhe është feja e Zotit. Islami, krishterimi, jahudizmi vjen prej jehudës, edhe jahudizmi, feja jahudite. Prej krishtit, krishterizmi. Ndërka që islami nuk vjen prej Muhamedit, muhamedizmi. Por, islami është feja e Zotit, e quajtur paqe. Unë jam shqiptare, unë du me folë si shqiptare. Dhe kjo fe me emrin paqe ka ekzistu, i përgjigjem pyetjes juaj, jo para turshve, po edhe para Krishtit, edhe para Musaut, Mojsiut, edhe tek Ibrahimi që është baba i këtyre 3 feve ibrahimike. Dhe Ibrahimi që është një prej profeteve baba dem, a i ka thënë, ene minel muslimin, unë jam prej muslimanve. Por përkthimet shqipe të muslimanve, që i përkthejnë me syzat e fanatizmit, nuk e shkruaj, nuk e përkthejnë fjalën musliman të nënshtruar, që thot Kurani, ene minel muslimin, që shmërek mundet me qenë Ibrahimi, Abrahami, pas ka qenë muslimin. Jezusi thot, unë jam prej muslimanve, që shmëre Jezusi është i krishter, që shmo mundet me qenë prej muslimanve. Prandaj, përkthimet jënë bo me syzat mashkullore, fanatike, dhe i kanë thënë që feja e Zotit e kanë da në jahudizëm, krishterizëm dhe islam. Por feja e vërtet është feja ime që quhet paqe. E paqja është edhe feja jote, Nori, edhe feja e mirditorit, edhe feja e zotërisë të Media Independent. Nderuar me gjithë respekt se unë e di që ju mbani ligjërata dhe nuk pushoni. Tani unë po të bëj një pyetje shumë të qetë dhe pa mos revolto, pse revoltohet? Jo, unë nuk revoltohem, vetëm unë ta dhash përgjigjen. Unë po ta jap shpjegimin ty ashtu si është, jo siç po të them unë që jo, ashtu si është e vërteta ka disa rrugë. Vërteta ka disa islam do të thotë nështrim dhe në anglisht do të thotë submission. Submission. Musliman, muslim. Fjala selam do thot paqe. Mos i ngatro se ja, të lutem, unë për arabisht po m'flet mua. Për arabisht po m'flet mua submission. Është më nënshtru. Edhe Jezusi tha, unë jam musliman, I am submitted. Po kujt për i submisësh ti? Po Jezusi tha, unë jam musliman, unë jam submitted, unë jam i nështruar. Kujt jam i nështruar? Zotit. Mojsiu tha, unë jam musliman, unë jam i nështruar, submitted. Yes, of course. Islam nuk është submitted, Islam is pace. Ja, selam e jeslimu.
Unë e kuptoj atë, do me thënë, kamuflimin tuaj. Jo, ti mos paragjiko, mos E paragjiko. nderuar, unë të bëra një pyetje, ti nuk ma dhe përgjigje. Jo ta dhash përgjigjen. Jo, po s'ma ke dhënë përgjigjen. Unë të thash Ty nuk po të pëlqen përgjigja ime. Islam do me thonë peace, seleme, arabishtën nëse nuk e din, moment. Fjala rëja në gjuhën arabe. Okej, që unë po ta mësoj veç fjalën islam. Në gjuhën arabe është ismi fi'l. Ismi fi'l, folja. Dhe aty është fe'ale. Edhe islam rrjedh prej fjalës. Seleme, paqe qoftë mbi ty, islam. A musliman është i nënshtruar submission. E nderuar, fjala islam do të thot submission dhe në shqip do të thot zotri. Jo më musliman do po të lutem tani mos na bëj tani të lutem. Zotri nuk të lejoj diçka çka nuk është e vërtet. Submission në nështrim është fjala musliman. Kaq. Na dëgjojnë këta shqiptarët tu në live që janë 178 persona. Submission është në nështrim të nderuar miqtë e mi të TikTokut. Unë kur e hapi TikTokun, të lutem, e hapi me ftyrë, me emër, me briemër, në Veternik, në Prishtinë, e kom shtëpinë. Çdo të premte bëj takime me fansat e mia. Nëse jeni mashkull, e merreni me veti nonën, motrën, të dashurën, sepse une nuk dal me mashkuj pa i njoft, a nëse nuk keni motrën, nonën, shoqen, atëherë une marr burrin tim edhe ulemi pim kafe, çaj, knaq. Me shumë respekt, po kështu nuk shiko, minimumi etik i njerëzimit është respekti kur flet dikush dhe e dëgjon, a kupton? Tani unë të bëra një pyetje që të thash, a ka ekzistuar islami sipas jush në trojë shqiptare përpara pushtimit otoman turk? Po. Hajde më argumento pra, se kur thot po do të argument. Ti në xhamin e Dragashin është mliken i fshat dhe simbas historiografisë aty tregon që është një prej xhamisë së parë në Ballkan. Turqit s'kan marrë erë për Ballkanin. Por edhe para kësaj krishterizmi i juaj është feja e Zotit. E Zoti thot feja është e imja. Feja ime nuk quhet feja islame. Nuk quhet feja islame feja ime. Sepse unë jam shqiptare dhe feja ime quhet paqe. Më falë se desha t'ju përgjigjem pyetjes personit në fjalë. Pak e shkuptime do më thënë ndoshta dhe shumica me njeh se kush jam nga media independent. Për këto që po na ndëgjojnë, unë faktikisht jam i besimit katolik. Dhe përgjigja pyetjes që bën ja, ka ekzistuar Islami përpara ardhes Perëndrisë Otomane, po ka ekzistuar domethënë jo me pakica, por kanë qenë persona që kanë pa lëviz për treg, për njërin e tjetrën. Pse du të thoshte, sepse kemi bazat shnoshta edhe de facto që edhe në kohën e kryqëzatave të dyta, të mbretërisë së Anglisë, kur kanë shkuar në Jeruzalem, kanë ardhur persona musliman që kanë vendosur në Angli. Edhe po ta shikosh edhe filmat e kryqëzatave, filmat e vjetër për luftën e Jeruzalemit, njëra e tjetrën që tregon nga autor të famshëm, domethënë të Perëndimit, ka më fal ta përfundoj të lutem ose kupton. Se nuk e kam ke parasysh se dikush që më njeh mua këto faktikisht më tha, o media tha, po pse rritha ti me turqit tha. E pikafën ke turqit, ku njëkohësisht ju ke shkul flamurin me revolt. Një gjë thash, unë respektoj thash, çdo lloj populli, ama simbolet e një pushtuesi unë nuk i prandaj. Pra. Jo që ja thash të pjesë historike që ta di ky se kush jam unë. Domethënë nga pjesë kur po flet. Tani nuk e kanë pru, nuk kanë ardhur me mision me pru fen. Po kanë ardhur me mision me pushtu Ballkanin dhe me bë Rumeli. Çdo pushtues sjell kulturën e vet. Si romakët kanë shpërndau kulturën e vet, Perëndoria bizantine kulturën e vet.
turqit kulturën e vet, mongolit kulturën e vet, edhe ne shqiptarët nëse do t'i pushtonim vendet e tjera evropiane apo të lindje, ne do t'i vendosim me forcë qeleshën kokë. Pse? Sepse është qëllimi i shpërndarjes kulturës tonë. Në pjesën se thot a ka ekzistua apo ka pas musliman përpara bajardhës Perëndrisë Otomane, ka pas në çdo vend të botës, sepse kanë qenë tregtar. Pa nuk kanë pas për shembull kulte njëra tjetrën, po ashtu nuk ka qenë edhe urrëtia ndërfetare. Nderuar, më argumento të lutem. Po përfundoju tani të lutem. Unë ta dhash argumentin që musliman ka pas që në kryqëzatën e dytë, që kanë marrë vetë anglezë edhe janë në kryqëzatën e dytë që vije vitit 1000 ca, dhe po t'i shohësh sot vetëm një që t'jetë në vitin 1000 ca, e deri më sot mund t'jetë banë qytete me trashëgimtar. Kupton? Ka patur gjithandej, ka patur në Itali, ka patur në Spanjë, ka patur në Spanjë, domethënë urrëtia fetare, e ke parasysh urrëtia fetare e muslimanëve në perëndim ka ardhur për shkak të luftrave që u zhvilluan pastaj. Dakor? Sepse nuk ka sepse ne domethënë ne si katolik ose krishterë dhe me musliman ka qenë harmoni, sepse Muhamedit vetë ka mbrojtur në murg. Dhe aje ka mbrojt, e ka mbajt, se nga vrasjet që, nga tentativat që doshin të avrisin Muhamedin. Po luhet një lojë dy fish tani, këtu e kuptoj unë këtë historinë tuaj tani. Jo, nuk është lojë dy fish. Nuk është lojë dy fish. Nuk është lojë dy fish, se te nuk mund të e falë pak. Shiko, në rregull, atë flamurin... A peshe Imam Husejnin. Shiko. Imam Husejni ka pas Imam Husejni shok të krishterë që kanë shku në fushën e Qerbelas. Shok të krishterë. Zonjë, ka një mundësi t'i bëj një pyetje personit që është në live tani? Po një urnë. Po, edhe dy. Ky po thot, zotëria, që Islami ka pas qenë dhe përpara pushtimit otoman turk. Okej. Deri këtu e kuptova unë. Kur thot diçka e tillë, duhet me argumentu i nderuar. Me argument, me historinë... O zotëri, jo që ka patur, është njohur Islami edhe përpara ardhjes së Perëndrisë Otomane, sepse të thash kanë qenë lëvizjet. Po nuk të lejoj ta shpërbësh këtë, nuk të lejoj, sepse nuk ke argument. Argument do të thotë... O zotëri, unë po ta sjell argumentin, ardha e Islamit fuqishëm trojt shqiptar. Ardha e Islamit, unë të thash edhe më parë. Islami ka qenë njohur edhe në atë kohë, sepse kanë pa ardhur tregtarët, kanë pa lëviz tregtarë në gjithë Evropën, në gjithë botën domethënë. Kanë pa lëviz nga një cep në anë tjetër të botës. Tregtar, siç kanë shkuar krishterët në tokat arabe, siç kanë pa ardhur arabët në tokat tona evropiane, kanë ardhur pra Islami domethënë ka qenë jo për qafu, po ka qenë njohur nga popullata evropiane e para. Dhe e dyta, de fakti ka që kur kanë ardhur shumicë vetë shqiptarët e sollën një Islamin në Shqipëri dhe pushtuesin në Shqipëri. Edhe s'do të hyjmë pjesën historike sepse vetë princi Arber i kërkoi domethënë ndihmë kundra princit tjetër Arber. Edhe nuk po hyjmë më gjatë, por ne duhet të flasim të jemi të sinqertë për atë që flasim. E ke parasysh. Sa do, si do, ato urrëtit njëra tjetër nuk ka, domethënë ne nuk e kemi si dhe se të thash edhe një herë. Unë bëra një pyetje që ka shumë kuptim dhe ka shumë domethënie dhe për njerëzit që na gjojnë tani. Përgjigja që edhe ti nuk bazohet diku në fakte historike e shkruar diku. Tani unë po të them ajo që po thosha unë që kur thuhet diçka, po, kur përgjigjesh po, duhet me argumentu me fakte të shkruara diku. Jo më tha X-i, po më tha Y-i. E kupton? O shok, nuk ta thash as X-i, as Y-i, të thash Islami ka qenë njohur në trojet evropiane. Nuk po flas në trojet shqiptare, por në trojet evropiane. Se unë e kam kërkuar, kam ulëmtuar dhe se kam gjetur. Ti ku e ke gjetur këtë informacion? Ti ke domethënë në luftën e dytë të Jeruzalemit e ke domethënë në pjesën anglisë që ka marrë vetë ushtria angleze, besnikët e vet domethënë në atë luftë ka marrë në Angli. Jo. Po më zotëri, sepse tregtarët arab kanë qenë shtrirë në gjitha vendet. Jo që ka ardhur ja përqafuar domethënë nga popullata. Mos u kesh kuptuar. Ka ardhur, ka pashkelur domethënë personat në besimin islam që popullata ka pa ditë si fe. Jo që është vendosja e Islamit në shqiptare ka ardhur mendimin që ka kërkuar domethënë një princ
kundër princit tjetër arbëror. Dakord? Princit e jugut. Pastaj me ardhjen e Perëndërisë Otomane, atëherë me ardhjen e Perëndërisë Otomane, Islami në trojtë shqiptare vendos me shpatë, me prerje, me masakrime, ofen ose kokën në tokë. Nuk ka me paqe, harroje. Ka ardhur me masakrime të llahtashme. Okej. Ama njohjen e Islamit e kanë pa ditë. Gjithsesi për shembull siç ne njohim sot, për shembull, njohim këto mormonët. Domethënë të Joseph Smithit, profetit fundit që predodot Joseph Smith. I nderuar, unë të garantoj ty me jetën time që Islami nuk ka ekzistuar në trojtë shqiptare përpara pushtimit otoman turk. E kupton? Dhe Islami I njohur ka qenë mërzotëri, nuk thash se ka ekzistuar, i njohur ka qenë nga popullata. Po dale tani, të lutem. Okej, ka qenë, s'ka qenë, ku është poenta sot? Ku është poenta? Ku po don me qitë gurin, zotin? Zonjë nderuar, ti po më thua mua të po flet për Islamin se e përfaqëson Islamin. Apo jo? Unë përfaqësoj veten, familjet e time, studimet e mia dhe ato e përfaqësoj fjalën time. Atë çka i them, pas asaj ri. Edhe nuk i frigohem kësaj kamerës, objektivit kësaj kamerës, po objektivit Zotit. Prandaj dal me fytyrë me. Vazhdoj me disa pyetje që kam unë që dhe njerëzit duhet të mësojnë, dhe ata që nuk dinë. Tani, Islami përbën nga hadithe dhe Kurani, apo jo? Nga tefsiri, ato janë... Po tefsiri, do me thënë, janë argumentet. Ato janë literatura, nga Kurani dhe veprat profetike. Ti si muslimane, ti i beson dhe hadithet dhe Kuranin, apo jo? Jo të gjitha hadithet. Hadithet janë të fabrikuara, jo të gjitha. Okej, qëndrojmë tu. Tani, hadithet sahih, Muslim, sahih al-Bukhari. Jo të gjitha. I beson apo jo? Jo, nuk i besoj të gjithave. Po sahih... Jo, more zotëri, sahih është 40% që janë të rreme, janë rrëfimet israelate të jahudive të asaj kohe, që janë futur 200 vjet pas profetit, janë shkruajt hadithet, janë futur në librat e muslimanëve, të cilët i kanë shkruajtur me dorën nën pushtetin e dinastive. Kush e ka shkruajtur Kuranin? Kuranin nuk e ka shkruajtur, vetëm e kanë shkruajtur me dhjetra persona, me qindra e kanë memorizu, se ka qenë ajo etapa e memorizimit. Edhe vetë profeti e ka memorizu. Si pas jush që e thoni që ka zbritur Kurani, pra. Kush, si ka zbritur, ku ka zbritur, si ka zbritur dhe kush e ka bërë, kush e ka shkruar Kurani? Fjala e Zotit ka zbritur nga Gjebraili në profetin Jezusin, në profetin Muhammed, dhe pastaj ata ja kanë interpretu katibve, atyve që kanë shkrujt me një herë, me një fjalë, 7-8 veta dhe e kanë formulu si liber në letër. Mirë po nuk ka zbritur kështu qiriba si letër, po si udhëzim, si frymëzim, si fjalë e Zotit. I vetmi është Mojsiu që ka folë me Zotin. Vazhdo. Nuk ka zbrit si liber. Si, është mirë, do më thanë. Po, desha të bëj një pyetje, duke u këshpot fare nga kjo pjesa e diskutimit fetar. Unë pash, do më thanë, në rrjetet sociale se ju i ishit vendos në shënjestër me qeshin e që ke marrë pjesë e në manifestim. Se vërtet mu marrë kesh, sepse çdo kush është i lirë të marrë pjesë, aty kanë folë gratë mulluara, aty kanë folë murgesha, aty kanë po panorama, parulla, do më thënë, edhe për kishën e shnanëjt, po ashtu edhe për Allahun, e ke parasysh, sepse ajo manifestim është i lirë. Unë u çudita sot isha i nderuar i vëlla. Isha sot në të 7, prandaj të ndashur miq ju që jeni nga Kosova, po jo tash këtë botën mundem mendoj që jemi gati 300 veta në live. Në të 2 TikTokat, ma bëni follow ju lutëm, kam nevojë për follow të juj, sidomos të TikToku i ri Knena, pra që është me shamit kaltër të prapavje kuqe. Sot isha në kanal televizionin të 7, edhe ishte një ish ambasadori i Kosovës në Shqipëri.
Dhe tha, në gjeti belaja, tha me ty, se folëm na, edhe ata më tregun që pas kanë shkrujt në për rrjetet sociale. E unë jam e zanur me Qerbelan, me vetëdijsimin, me ndërgjegjësimin, me jetën me dinitet të Imam Husejnit. Jemi në ditët e Ashuras, në ditët e Muharremit, ku nipi i profetit u ngrit për këtë luftë, dhe s'kom pas kohë me pa veten, po tha rrjetet sociale, po jam bum duke bë me fotografin teme. No East, no West. Peace with the justice, Albania is blessed. Nuk ka lindje, nuk ka perëndim. Paqja me drejtësi për Shqipërinë është bekim. Sot e kam thënë në T7, mund ta shikoni në YouTube kanalin T7, videoja ime ka dalë, dhe unë jam bas asaj që jam, sepse unë jam e shumë e njerëzishme, s'pak u ashtu e ndi vetën, ndoshta dikush mund gjykoj më ndryshe, unë jam më e keqe, më e mirë, sepse kur nëse nuk brengosëm për çështjen gjenerale të njerëzimit, sidomos të shqiptarëve, kombasve, adhetarëve të mi, atër s'di pse me më quajt mu njeri, apo pse me u quajt unë shqiptare, kur unë nuk brengosem për çështjen e vllaznive dhe motrave të mia shqiptare në Shqipëri. Prandaj juve ju lumt që merrni në protesta, sepse mas 4 dekadave të dhimbshme që keni bërë, që janë pasuru politikanët të pasurit, janë pasuru në kurrizin e të varfërit, dhe jeni rrit një popull që keni ngrënë bukë e ushqim me kuponat e Enverogjës, por një të mire keni pas ju populli i shqiptar i Shqipërisë, që Enverogja këtë këqijat ndoshta i ka pas, por shkollimin e ka bo si në mal, si në fush, si në qytet, si në krye qytet, shkollimit i ka dhënë rëndësi, dhe më vjen mirë që mas 1997, ose ajo krize revolucionit ku jeni vrarë, 10.000 shqiptar vllau me vllain, duke mos dit ka po mbjen plum, janë zyra në kuzhina në dhomë gjumit, për shkak investimeve të tyre të piramidës e tjera, dhe mëdhimet që janë shpraz depot e shtetit në atë kohë, dhe unë lutëm ditë e natë që mos të ndodhe njëjta gjë, mirë për nuk ka me ndodhë, sepse një popull të cilit i bohet pa drejtësia, nëse ata janë të edukuar, ata revoltohen dhe kur s'ka me arte rebelimi me shkatru, me vraj, me mytë. Prandaj kur janë hap kufit e Shqipërisë, mas një blokade të madhe që ka bëjnë Enverogja, që e ka mbyllë, e ka izolu shtetin, shqiptarët kanë dalë në përbot, dhe falë Zotit janë vetëdisu se si jetohet si njeri me dignitet, dhe sot shqiptarët tonë anë mban botës e kanë më me vlerë me jetu me dignitet në vendin e vetë. Sot janë gjendje me ardhë në Shqipëri edhe me zhvillu jetën, se sa që rrinë për gyrbete, janë kapacitet, janë profesora, doktora, deri të krah pune. Prandaj mendoj se populli shqiptar në momentin që e ka arritë vetëdijsimin, që ta kuptoj çka është e bardha edhe zeza, gënjeshtra edhe rrena edhe vërteta, ata janë bo edhe të ndërgjegjshëm. Edhe kur bohen të vetëdijshëm, edhe të ndërgjegjshëm, të jeni të sigurt se edhe fuqit më të mëdha keni mirëzu për toke. Prandaj mos u dërzoni, pritmë një mua edhe një herë në protest, dhe sepse unë jam shqiptare. Më vjen turp. Më vjen turp nëse nuk brengosëm për popullin tim shqiptar, qofshin të krishterë apo musliman, ata janë të shtypur. Nëse nuk e ngrini zërin kundër shtypsve, keni mi forcu shtypsit. Edhe ata kanë me shtyp hala ma shumë, prandaj ngriteni zërin dhe Zoti ju ndihmoft, ju kam në lutjet e mia. Fjalët e mira nuk kanë nevojë për kritik, por faktikisht më keq që dëgjova shumë kritika, akuza, demaskime, domethënë mënyra të ndryshme se si e trajtonin domethënë atë
fjalët tuaja. Pasha zotin si kom pa, qësh me i lybre s'po di se ma kanë bloku Facebookin me 12.000 veta, ta që i kom hupa ato portalet. Ku me i lyp, qka me lyp, Ikbale, Huduti, Iraniana, qa kanë thonë atë dishka? Jo, ato të gjithat menat më thonjë se i kanë thënë, ke parasysh, sepse kur të merr, se ne kemi një shprehje, kur të merr pushka gabelit, prit e pruj, i thonë. E kanë fol mira keq, për shbesë nuk i kam pa, pasha zotin mua. Jo, kesh kanë folë, se pra ne të thashon, dhe më thënë se fjalët e mira nuk duhen kritikue, ke parasysh, sa do si do nga çdo besim që më të ketë. Jam mësune keq, pejgamberit i kanë thënë që gënjeshta, që veshi po vjen. Aj, se kom dertë, unë e qëllimi jam është i ma. Qa ka thonë na im vrashrin? Kur është qëllimi i madhe dhe madhështor, thotë rruga jonë është e vështirë, po edhe në qoftë se është me gjemba, ja vlen të heci mbi gjemba. Se mjafton aroganca, hajnia, korupcioni. Ti mere me men në Kosovë, njerëz, Kosovë, s'po du me fol me emër. Ka femër që një fjalë, një paragraf në parlament, atje në kuvend nuk ja kom dëgju, një fjalë, një mendim. Edhe a dini sa e merr rrogën 2.500 euro. Rrogën e merr. Edhe ato plus është e ka vendi i dytë i punës, jo e vendi i parë. Prandaj këto padrejtësi duhet mi arë fundi, edhe në Shqipëri duhet mi arë fundi se shumë janë pasuru politikantë në krahun e fukaras. Edhe këtu në Kosovë gjithashtu, kur ta bën rrogën e kryetarit qytetit, për parim Ramës, sa 50% me qenë ma e madhe se policit, që se polici e ka 800, a i duhet me marë sa pi bjerë 400, 1.200 euro, ose s'paku me deputetin, atëherë ta këshyrin kush po shkon për deputet. Atëherë janë tamam patriota që nuk shkojnë për me zonë një karrike mi marë 2.500 euro në gjep, e Albin Kurthi zotnia në fillim tha na kemi me dhonë prej rrogës tonë, për qindje kemi mos mi marë rrogat e mdhaja, e hupën ato fjalë. Prandaj, derisa nuk bëhet barazia e klasave, si pas meritave, si pas kapacitetit, si mbas shkollimit që e ka, kur s'ka me pas bereqet në atë shoqëri. Bara unë Realisht, këtë do të thoja sepse të gjithë kanë nevojë domethënë të jenë të barabartë, si individi, si meqenmreti, si individi. Ke parasysh si deputeti, si individi, si besimtari, si kemi domethënë të ngarkuar hoxhallar, predikues dhe opinioni publik ose një thjesht nuk dëgjohet fare fjala e tij. Si me këto kardinalët apo me i peshujt e këto, ati ngjot fjala me nëra me thënë me lshuni pordha aty bëhet lami i madh, domethënë që bani filani pordha e madhe, kurse një besimtar nuk dëgjohet. Jo thotë je besimtar sepse ne kemi nga feja katolike, ne kemi unë jam bariu, ju jeni delet. Tani na konsiderojnë domethënë si punë kafshë, mos me pas të drejtën e fjalës, ke parasysh. Ose nga Islami do të dëgjojë hoxha s'ka, domethënë hoxha din të lexojë arabisht apo di Kur'anin, kurse besimtari s'ka drejtën e fjalës. Kjo është një padrejtësi shumë e madhe. Ose rasti tjetër po kaloj ke vetë. Di drejtën e fjalës, mirë po unë nuk mundi kur e kam një profesion, jam shkencëtar, jam një dietar, jam një ekspert, një lëmie. Unë nuk i jap të drejtë vetes me thënë unë mendoj. Si mundi mi thënë unë vetës teme për një çështje që e kom studiu ditë e natë, me thënë unë mendoj. Jo, unë mundi me thënë e di, ose nuk e di. A vjen një nori këtu, bla 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 bla, edhe pyet, edhe kur t'ja jep argumentin ai s'nalet, se e din përgjigjen time, çka du m'ja thënë, e nuk i pëlqen po ndërhyn. Prandaj, është shumë normale, mos më pëlqy mendimi i norit. Po unë s'du nuk mundi me i dhanë, nëse nori ma jep mu një argument. Edhe nëse unë nuk kam kundër argument, nuk kam të drejt, mos me u ballafaqu, me u ballafaqu me norin. Jo. Okej, nori, apo thu që Aisha ka qenë 6 vjet, bla bla bla. Unë kam kundër argument. Ama unë nuk mundi me thënë, valla unë po mendoj se Aisha ka qenë 9 vjeç.
Jo më rezotri. Unë mundë me thonë që 50% që i haditheve Sahih Buhari janë të shkruara nga rrëfimet israelate. Në atë kohë rrëfimet israelate kanë qenë të jahudive, apo të qifutve, apo si i thojnë jevrej. Të rilloj emra, që të emrat na i kemi ditë. Baba jem thoj ke jahudi. Shka do me thonë se di, veç të ke që jahudi s'ka në Kosovë me babën. Veç janë një grush aty që kanë ardhur, që kanë hikë prej Gjermonëve, se ata i kanë djekë. Më falë nderuar, se desha edhe pjesë për të bëjë dhe një pyetje tjetër, sepse e shoh domethënë se këtu nuk ka barazi, domethënë, edhe nga këto proteste që po zhvillohen në Tiranë. Edhe ata që marrin fjalimet, edhe ata diasporës, që unë që po flas me ty, jam një nga organizatorët në Francë, që kanë bërë domethënë manifestimin më të madh mbi 1000 vet në marshim, s'po tregoj qytetin, se pastaj do ta marrin vesh gjithë pastaj se kur ka bë. Me 1000 vet shqiptar me një thirrje që kanë bërë me të drejtat plota në një qytet të Francës, me marshim që kemi pushtuar të gjithë qytetin me marshim. Asnjë media shqiptare nuk ka fol për këtë marshim. Janë grupe të saktuara, pra ne më vjen i nati, vetë steme, vjen i nati, pse mos të ngrehet zoni për shembull i dikujt tjetër, ose rasti jot. Ke fol fjalën tonë, jo ti, jo thot, sepse është një urrëtie patetike që është ndaj shias. Këta desha me të pyet, pse e urrin shian? Që ta di për opinionin, e kupton? Nga pjesa e Unë për veti jam muslimane dhe pasoj e libetin, unë jam edhe sunni, edhe shia, edhe sufi, veç krishtere nuk jam. Sunni, shia janë këto dy orientime për me ardhë të burimi, burimi është Kurani dhe Ehli Bejti, se kjo është amaneti i fundit. Po ju la, dy amanete të rënda, dy trashëgimi të mëdha, nëse dëshironi të mos jeni të devijuar. Ato janë Kitabullah wa itratu Ahlul Bejt, libri i Zotit dhe veprat e mia, familja ime që kanë qenë pra suneti. Dhe kjo është pika, për mu, bash hiç nuk ka rëndësi, a është sunni, a jam shia, po jam me rëndësi, jam muslimane, e pasoj Ehli Bejtin, jam edhe sunni, edhe tash po më pëlqen me qenë shia, po mbi të gjitha edhe jam sunni. Sepse shia, muslimanët shia janë shembulli i fesë islame, që ky ka qenë shia, Imam Husejni, ky e ka dhënë 72. Aho mit e zeza mit, si bërë gjithë jezit, njeri mik sot për sot s'mbeti, u harua Muhamedi. Fatimia me Aline, Hasani me Husejne, Zejnebja me Sukej. Që është ai që shkon kaluar, ikën si veriu, me 2-3 foshnja në duar është Abaz Aliu. Oh ju shqiptar, të jom bri, shqiptarët se dinin që uzun ata të tetë e tjera, që tu e kemi fen, eja do me thonë uzimi, për ne shqiptarët, vetëm relendasit të ndjekim. Idet e tyre mos t'i lam të na përdhosin të huajt, sepse këta i kanë pas të ri shtylla kryesore të kombit ton shqiptar. Ato kanë qenë, t'i ruajmë, t'i kultivojmë vlerat kombëtare, tradicionale dhe vlerat etiko-morale, ku aty hynë edhe feja. Edhe në shkollë, nëse shkon në skaj të botës, merre me veti qëtë flamur. Në skaj të botës. Edhe nëse je i krishter, merre me vetin kryqi. Nëse je i musliman, merre me veti hyllën me han, apo levhen me Kur'an. Sepse kur i kultivon një prind vlerat e veta kombëtare, tradicionale dhe etiko-morale, atëherë kur s'ka me pas rrezik për fëmijën e vet që ka me përbuz kombin, flamurin, fen që e ka. Ku do që të shkosh, krijo Shqipëri të vogël. Krijo Kosovë të vogël. Dikush thot këtu në koment tikoke thotë laike, po faktikisht më shqetëson fakti se pse do të thënë
Mrena e Islamit ka përplasjet e veta, ke parasysh. Dikush thotë që ajo është Shia, jo sponsorizohet nga Irani, ato të Shias thotë jo po sponsorizohet nga Turku, tjetri nga Arabi. Domethënë nuk është një luftë e mrenshme sponsorizimi, nuk diskutohet çështja e besimit, po diskutohet çështja e sponsorizimit. Dhe kjo ka fut një farë përsharje mrena Islamit, sepse të krishterët kanë pjesën e vet, ke parasysh kanë një rrugë tjetër, domethënë, që nuk është e përbashkët me Islamin. Jo, shiko edhe përçarjet janë edhe të krishterët. Krishterët janë të përçarë, madje jevrejt e kanë kryqëzu Jezusin. Krishterët i kanë me 10 sekte, me zveti. Edhe na musliman, edhe ne jemi përçarë, po. Jetojmë në vendin demokratik, pse jo, pse mos me mendu ndryshe, se mos me vepron ndryshe. Por, kombin musliman, ymmetin na i themin në gjuhën tonë musliman, i ka komponentat e veta që e majnë bashkë. Pa marrë parasysh që na jemi sunni, shia, tarikate, sufi, vahabi, selefi, ku ta diun, ibadi, domaniki, pa marrë parasysh këto. Janë bazamenti është Kurani, një Kuran, një profet, një qabe, një namaz, një agjerim, një haqë, vetëm në haqë shkojmë tjera vende, e kemi kulturën e njëjtë, e kemi selamin e njëjtë, ku do që shkojmë botë, na kur themi selam aleikum, të kështë do kusht të njeh, e kemi edebin, kulturën e njëjtë, nuk e hajmë mishin e derrit, se dikush e han, dikush se han. Prandaj janë disa elemente që neve na bashkojnë. Që juve ju duket që na muslimanët nuk jemi bashkë, ato e keni për shkak paragjykimeve të mëdha që keni krijuar në vete, a në realitet dietarët tonë shumë përputhen. Dietarët, po është qendra e shkencave islame në Kairo, ata janë të gjithë bashkë. Në për simpoziume, në për konferenca, unë kam shku 20 herë dhe të gjithë jemi bashkë. A që bëjnë përçarje këta, na thëjmë këta në për TikTok e në për send, ato nuk javle. As nuk vinë konsiderat. Në tabullin... A jetë akërcume me këtë hoxhën, me këtë Shevqet Kasniqin që thotë një serb musliman është vllai im? Qysh një serb musliman? Edhe Amerikani është vllau jem, që se bëhet musliman. Edhe nëse është krishter është vllau jem, Amerikani, Italiani, Bangladeshi. Bangladeshit është vllau im, neve na mëson profeti, na mëson feja. Domethënë një serb mund të jetë edhe vllai jot, domethënë po kthy musliman është vllai jot. Shiko, ti vllau im je prej krijimit, se je i krishter. Nuk je prej besimit. Se du t'i ndajmë zhanët, për shembull unë si katolik, kam vlla muslimanin shqiptar dhe katolikin shqiptar, nuk kam vlla italianin katolik. Okej, ti po flet si shqiptar, unë po flas si... Jo, si shqiptar dhe si besim, sepse edhe italiani domethënë nuk do thotë domethënë që ti, unë jam shqiptar katolik dhe thotë italiani, ty thotë kam vlla. Ti ja jep motrën tënde lirisht një sërbi që është katolik, ortodoks. Plot kemi në thonë sërbi që kanë marrë vajzat shqiptare. Jo, ju ja jepni na shqiptar musliman, jo, sërbit. Sërbit me më shku qika jeme të sërbin lulballit jam shë. Qika jeme me më martu me sërbin lulballit. Kasat e dur, të më thënë se janë të martu edhe me Afrikan. E ke prasysh edhe shqiptar janë me martu me tursh, edhe nga gjitha besimet e me serbin janë e tjetër. Por nuk është dhe më thënë një martesë dhe më thënë si një beslidhje me spalve, ka gjithë kush ka të mendimin e vetë a martu me loj, e ke parasysh. Unë plas me atë konceptin tim dhe më thënë se unë një katolik italian, apo një katolik perëndimor, francez, anglez, ku ta di unë nuk është vllai jem. Por është dhe më thënë një musliman shqiptar, një ortodoks shqiptar, se sa një musliman dhe më thënë një italian. Unë po flasë si pas fjallës së Zotit, Zoti thotë kështu përmesi mamaliut. Jo të bëna një pyetje, në qoftë se një serb kthehet musliman, a është vllai juaj? Këtë të bëna pyetje unë.
Shiko, nëse një sërbë... Shefqeti ka thënë këta. Shefqet ka shni që tha. Ai nuk është vllau im shqiptar, Po vallën besim. Nuk është vllau im prej besimit njëjt, sepse në momentin kur pendohet, edhe një izraelit që ka bë krime në Palestinë, edhe ai thot, o Zot, po pendohem, edhe po thot, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, unë është vllai jem, ai është izraeliti. Ani se ka bë krime. Po, faktikisht po më duket pak po. Gjeneke, prandaj këto ta përfundoj qëto. Na jemi vëllezër e motra, ose nga krijimi, që jemi krimi njëjt. Unë jam prej mishit, prej trupit, njësoj si unë si ti, nuk jemi kafshë njeri, ose nga besimi. Prandaj një vëlla, një izraelit i mirë, që nuk ka bë krime, një Amerikan i mirë që ka shpëtu Kosovën, kanë pru NATO këtu, të gjitha kombet me Turq, me Italian, me Amerikan, me Gjerman, me Kret, NATO na ka shpëtu Kosovën. Ata janë vllaznit e mi, por ose nga besimi. Vëlla nga besimi e kam Shefqet Krasniqin. Se kemi besimin e njëjtë. Po duket pak kontradiktore kjo, më fal. Nuk pajtohem me Shefqet Krasniqin, nuk pajtohem se ka ideologjin pak më ndryshe, unë jam më ndryshe. Jo, po duhet të thoj edhe këta. Për shembull, unë jam katolik, po marrni bume bërthamore, po ja hedh Mekës dhe botës arabe, po i zhduk gjithë, edhe pastaj po pendohem dhe po them la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, do të thënë gjithë ky krim, sipas teje, mu më falet. Nëse s'kem në Islam. E bëj këtë krim, unë e zhduk. Prit pak. Milošević, a e ke një për Slobodan Milošević? A ke ndëgju për ta? A i ka bo krime me urdhrat e ti, që s'ka bon Kosovë. Edhe po vjen koha, po thot Milošević, po thot, okej, popull, unë prej sot u bëna musliman. Okej, ti bënu la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Ama, ti vend nuk i imon politike në parlament. Kjo ka qenë kohën e profetit. Ebu Sufjani ka qenë një njeri ma munafik, ma problematik, që i ka mytë muslimant, me grindje ka fut me zvetin, me shpionazh me kret. Po kur fitoi profeti Muhammed edhe erdi me çliru Mekën, e çliroi Mekën, edhe aty erdi Ebu Sufjani, tha unë edhe po pendohem, po, tha ti pendoju, po rrinë shpitande. A kupton? Rrinë shpitande. Ama ti nuk i vend këtu me ardhë me vendos dishka për neve, se na jemi njerës, nuk jemi kriminel si ti. A ti pendoju edhe ka ligje, edhe në këtë botë, qojnë atje në Hag, por edhe në botën tjetër, Zotin ndoshta ta falë, se ti qashtu ke besu, o Milošević, ti qashtu ke besu që duhet me bërë gjenocid në Kosovë. Ty mos hiq aty në dhëmë tonë dhe bën qatush. Edhe për mu, Shefqet Krasniqi është vllai i besimit. Një izraelit që myt Palestinë, edhe ai është vlla prej krimit, se ai njeri, unë e njeri. Ka plot izraelit të cilët dalin protestojnë në qytetin e vetë. Pse nuk i pëlqen regjimi, mëre? Është gjë normale. Edhe për mu ti vlla, ti je i krishter, ti për mu je vlla im prej krijimit, jo prej besimit. Ti nesër me që dorë ndaj meje, ti je kriminel, ti nuk je vlla. Atë po thamon sepse i bie pak ndesh, sepse thonë njën tonë, në qoftë se bën krim dhe kthehesh në Islam edhe pendohesh, domethënë të falen. Kjo është gjë e mirë, domethënë, nga pjesa islame, sepse mund të kryesh krime, kthehesh, pendohesh edhe falesh. Po, ata që bëjnë krime, ata vdesin nga krimi. Çmenden, Jezidi që ka bërë këtë krim, që të krim, ma në fund ka vdek në përmale, dilke me piskat, me bërtitu, çmend, se ka mytë familjen e profetit. Mëse ki problem, për ata që bëjnë krime të mëdha, ata as nuk pendohen, haropi kam ata. Po ai që është një Sërbi mirë, që ndoshta na kemi këtu në Hajvali, e kemi një grua sërbe, një mahall e ka shpëtu.
Unë asaj qkoj, ja puthi dorën bre. Ja puthi dorën asaj sërbës. Se është motra jeme, Sërbja është motra jeme. Mi ka shpëtu motrat e të mija shqiptare. Ma, ka edhe sërbe që sot janë në burg. Prandaj ligji ekziston, na mos u brengosni. Zoti ka thonë, ja beni Ademe. O bita Ademit. Që të me thonë? Ademin e kemi baba, i krejt njerëzimit, e na jemi vëllezër e motra. Të dashur mi që është ora 12:30, na jemi lodhë prej orës 9 jemi këtu. Unë e kisha kërku falje, po më vjen shumë keq se jemi nga të 150 këndej, nëna jemi 150, gati 300, kështu që unë shumë ju respektoj, shumë ju dua si vëllezrit dhe motrat e mia, qofshit të krishtera, qofshit musliman, e kemi një zemër në të cilën ka urrejtje, ka mendjemasi dhe e treta, ka padrejtësi, Zoti thotë unë nuk hynë atë zemër. Prandaj, nëse jeni të padrejt, largojeni padrejtësin. Qose keni urrejtje, heqeni urrejtjen, qose keni mendjemasi, largojeni mendjemasin, sepse Zoti thotë, unë jam afër jush sa damari i zemrës. Dhe nëse në zemër, në vendin e tim, në zemrën e juaj, nuk leni vend për mua, unë nuk mund të rritë tek ju. Prandaj jemi në ditët e solidarizimit me ndodhinë e Qerbelas, me një ndodhi që e feston e tër bota që në Qerbela, në qytetin e Qerbelas, ku ka ndru jetë nipi profetit, nga dora jezidite, aty me 27 milion njerëz mrenda 40 ditëve që e vizitojnë këtë qytet, dhe është qytet që ka hyrë në librin e Geniusit për vizitat, sepse vetë në Qabe, sa nuk ka kapacitet me pranu për 20 ditë, ma shumë se 5 milion. Ndërka që në Qerbela për 40 ditë hynë 20, 22, 27 milion. Prandaj të solidarizohemi, të reflektojmë me historinë e Qerbelas, me ndodhin e Imam Husejnit, jo si histori, si kanë luftu e qysh e tek, po të marim mësim, e mësimi Imam Husejnit është kë. Më e mirë për neve, për mua, për musliman, për njerëzit, falni, thot më e mirë është për një njeri, me vdek me dignitet, se sa me pas një jetë të poshtruar. Prandaj të gjithë protestuzve shqiptar, ta dini se do të hyni në faqet e bardha të historisë për të rrëzuar një arogancë, një padrejtësi që i bëhet popullit shqiptar, kërkun në as në vendet përparimtare, as një parti, as një qeveri, nuk ka mund me arrit me nejtë në pushtet ka 20-30 vjetë, veç Sali Berisha dhe Edi Rama. Prandaj, suksese, vazhdoni, nune ju kam në lutje, njëherë kom dalë në proteste dhe kom dalë 100 euro, të fundit i kom pas, i kom lanë edhe 50 për benzin më këtu në Kosovë, edhe prej dashnis madhe, në një anë shitke njëri uj me karocë, kështu shitke uj, une 100 shishe të ujit, i kom marrë dhe i kom shpërnda për njerëzit, bile kom shku në për markete, edhe nuk na kanë dhonë, cila ishte ajo qendra që shku? Që të u, shku për durës. Mandi Luani jem, tha, aj bre grue, tha se kom e ta plotësu dëshirën, se të kom një grue për asëre, në zemër, kom, edhe 4 marketes na kanë dhënë uj, jo, tha, na nuk japim ashtu, na nuk bëjmë hamal për juve, e kemi shku në qëtë uj, i kemi marrë shishet, gati 100 euro, i kemi nda njerëzve, edhe më kam met një fjallë shumë interesante, tha një grue, thash prej kepekut, prej bagazhit makinës, nuk mund shami i qu deri në shesh, e tërë një grupi grave, hej, tha sa pun fisnike, tha, lene që keni ardhë me na u bashkan gjitë kësaj protestës, po plus edhe, po na jep një uj. Prandaj tash nuk mundem ju dhënë uj, po ju qoj lutje dua. Të dashur miq, nesër në orën 9 jemi me profesor magjistër Drilon Gashin, do të vazhdojmë për ndikimin e Qerbelas, se si të reflektojmë në veten tonë duke lexuar për Imam Husejnin. Shkruni vetëm Imam Husejni, shkoni në YouTube, Ikbal e Huduti dhe shtypeni butonin playlist
Ashura Arbain, ose Ehli Beti, keni mu knaq. Natën e mirë, ju dua shumë të gjithëve vëllezër e motra, edhe juve vllau i krishter, kërkoj falje për ndonjë intonacion ndonjëherë të zonit, se edhe na jemi njerëz, gabojmë. Faleminderit shumë i nderuar. Mirë se vjen edhe tjetër herë. Wow, 15 këtu presin 15 veta. Presin 20 veta presin, kërkoj shumë falje. Natën e mirë, Zoti ju rujt. Natën Natën e mirë, është një këngë, natën e mirë.